vazhdojmë shpjegimin e mësimeve që kanë të bëjnë me rregullat e faljes së namazit. Dhe në javën e kaluar përmendëm se njëra prej elementeve më kryesore dhe më të rëndësishme për faljen e namazit është sinqeriteti. Ndërsa sot do t'ja fillojmë me kushtin e parë nga kushtet e namazit, që është koha e namazit apo vakti i namazit. Allahu Azza wa Jall jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë ummetit të tij i thot: inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Thot me të vërtetë namazi si ibadet, si adhurim, u është obliguar, është bë farz muslimanëve kitaban mawquta, në vakte të caktuara, në vakte të njohura, të caktuara dhe përcaktuara nga ana e Allahut subhanahu wa taala mbi 7 kaçë. Dhe namazi si namaz është i vetmi ibadet dhe i vetmi adhurim, të cilin ibadet dhe adhurim Allahu subhanahu wa taala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka obliguar dhe ja ka bërë farz mbi 7 kaçë. Pra namazi është bërë obligim në udhëtimin e Isras dhe Mirajit, dhe atë në qelë tek Allahu subhanahu wa taala, për me tregu se është një ibadet shumë i madh, shumë i lartë, shumë i rëndësishëm. Dhe nga ana tjetër namazi si ibadet është i vetmi adhurim të cilin Allahu Azza wa Jall formën e faljes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar me mësues. Ja ka thënë Xhibrilin alayhi salam. Dhe rastisht në hadithin e vërtetë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith tregon formën e faljes së namazit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe këtë e mësojmë nga Xhibrili alayhi salam, me laçja më i ndershëm dhe më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Dhe Xhibrili alayhi salam dhike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej fillimit, prej namazit të sabahut. Edhe ja ka dhike kohën e parë të namazit, vaktin e parë të namazit. E pastaj ai dilke imam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u fal kemas Xhibrilit. Ja ka dhike pra sa recate i ka. E çka knot recatën e parë, e çka knot recatën e ditë, e si bëhet rukuja, e si bëhet sejdja. Ama ku është qëllimi i parë? Punën e parë të cilën ja ka mësuar vaktin e këtij namazi, kohën e këtij namazi, për mi tregu se edhe pse ti falësh, edhe pse ti je namazdi, nuk ka mundësi që këtë namaz ta falësh kur të ndeket ti, kur të kujtohet ti. Pse përndryshe namazi nuk është tamam, namazi nuk pranohet. Dhe Allahu Azza wa Jall e çoi Xhibrilin alayhis salam t'ia mësoi edhe kohën e fundit të namazit të sabahut. I kallëzoi se sabahu e ka kohën e parë, filan saatin, edhe kohën e fundit del vakti i namazit në çeket saat. E kur erdhi namazi i drekës përsëri Xhibrili alayhis salam erdhi dhe ja kallëzoi kohën e parë të drekës. I kallëzoi se kur hi vakti i drekës. I tha se dreka hin kur diellit mrihen në zenit. Edhe pastaj erdhi dhe përsëri ja fali të nesërmën drekën në kohën e fundit, pak para namazit i këndis, edhe i tha se drekën mundesh me fal prej filan vaktit deri në këtë vakt. Kështu me radhë vazhdoi namazi i këndis. Ja tregoi kohën e parë të ikindis dhe ja tregoi kohën e fundit të ikindis. Kështu vazhdoi edhe me kohën e akşamit. I tha se koha namazi i akşamit hin filan vaktin, ama për s'diti nuk erë t'ja falë akşamin. Pse? Për mi tregu se namazi akşamit e ka vetëm një vakt. Do me thonë se akşamin nuk baj ka me vanu. Drekën mundush me falë prej ora 1 e deri sa 4, që shtash në kohën e drekës. Se 4:10, 4:15 apo 20 shkon dhe hin koha e namazit të ikindis. Që do me thonë se të dreka ka hapsir, ka luft, që me vanu pak nëse ki pun, ki dert, kështu me radhë. Ama edhe të drejka njët, edhe të ikindia njët, ama të akşomi, vetëm njeri erdhe dhe falë akşomi për mi tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë ummetit të tij se namazi akşomit e ka vetëm një vakt. Se namazin akşomit nuk ban me shtim. Nuk ka do të thot arallëk të namazi akşomit që me bon manevra, me thonë hajtë se e fali pak më vonë. E njëjtë edhe me namazin e jacis. Erdhe ja tregoj vaktin e parë të namazit të jacis. Edhe i kallëzoi se namazi i jacis hin kur të vere çka errësira e madhe, kur të kaploje nata e madhe, edhe i tha se këtë vakt mundesh me fal deri në mes të natës.
Deri në ora 12 e gjimës mundesh me fal. Edhe kjo është nga rahmetja i madh i Allahut subhanahu wa taala që besimtarëve sparjar edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që mësoje kohët e namazit praktikisht. Edhe atë me imam i dërguam mbi 7 kaqeve Gjibrilin alaihi salam. Që do me thonë se falja e namazit në vaktin e vet pas ka një rëndësi shumë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Sa që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thu imam për me e kallzu këtë vakt. Sepse Allahu azza wa jall ka pas mundësi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam t'ia mësojë kohët e namazit sikur se e ka mësuar këtë ibadet të tjera. I ka thonë Ramazani duhet më majtë në muin Ramadan, ama se ka thu Gjibrilin mi thonë në muin Ramazan him pi filan dite, kryet në filan dite. Jo, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta shofsh hanën e re, ta dish se do më thonë ka hi muj Ramazan, e kur ta shofsh hanën e rej të mujt që vjen mas Ramazanit, ta dish se është krynë më ki muj. Se ka që Gjibrilin që mi kalzu se si hi vakti Ramazanit, e kur del vakti Ramazanit, kur kryet dhe kur mbaran. Ama të namazi, qka i tha? Inna salate kanat ale l-mu'minine kitabën mawquta. Tha namazi, për musliman të është bo farz, është bo obligim, qka? Kitabën mawquta. Këshirë një arabisht shumë interesant. Thot e shkrume, kitab ka ardhën në atë kontekst se është e shkrume fell dhe hall, mawquta, në vakt caktume, me afat, me termin. Pra muslimanve namazi jo është bo farz, u është shkrujt atinve që ta falen në vaktet e caktume. Që do me thonë se asë se si dhe në asë një form, besimtarit nuk i lejot që namazin të avanoje, që namazin të akaloje kohën, ky pun, ky dert, ky telashe, mirë. Po themi, tamam, po të pranojmë arsyen, po të pranojmë dertin, ama nëse së mundësh me falë drejkën në ora 1, mundësh me falë në ora 3 gjys, mundësh me falë 3:45, ama në 5 të na e falish drejkën, ja valla, e kështu s'ka. Drejka dihet kur e ka vaktin e vetë. Sepse në 5 ka i vakti i këndijës ma. Mirë, ka hi ko e këndijës nuk ke ko. S'ki kush da vendëson dyqan, s'ka kush da vendëson punën, s'ka kush të ndron. Mirë themi, atër i këndijën mundësh me falë deri pak para se me hi namaz e akshamit. Pak para se me përendu didhin e se lirosh, nëse gjëna radhë 5 dakika, të mjafton për me falë i këndijën. Ama me na e falë i këndijën në ora 8 në aksham, thëjna kjo është me lujtë me namazin. Kjo është me nxjerr namazin prej vaktit të vetë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Mjerë për namazdit, mjerë për namazdit. Sahabët i hapën syt, i çelën vesht, ja Rasulullah, ne falemi, lutemi, bëjmë dua, i lëm këtë punë të dunjos, edhe mjerë për neve, ku për neve. Çka do ka me thonë kjo? Allahu azza wa jalla zbriti ajetin tjetër dhe tha, alladhina hum an salatihim sahun. Thot ata të cilët me namazin e tyre çka nuk janë të kujdesshëm. Me namazin e tyre nuk kanë kujdes. E thon dietarët, komentatorët e Kur'anit, thon sa hasretlëk i madh, sa mjerim i madh për një besimtar i cili është namazdi, e quan vetën namazdi, e quan vetën ibadetxhi, e krejt ki mund i shkon kot dhe bosh. Pas e vapet e ka Allahu subhanahu wa taala, për shkak se me namazin e tij nuk është i kujdesshëm. Kur kanë ardhur dhe kanë komentuar kujdesin ndaj namazit, kanë thonë kujdesia ndaj namazit është në 2 forma. Pa kujdesia ndaj namazit është në 2 forma. Kanë thonë i pari pa kujdesi është që besimtari namazin të mos e falen në vaktin e vetë. Edhe e dyta, namazin ka thonë të fale, shkele shka. Pra mjerë për namazdit të cilët namazin nuk e falen në vaktin e vetë. Mjerë për namazdit të cilët namazin nuk e falen ashtu si që duhet, ashtu si i ka hije besimtarit. Edhe një sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha, ja Rasulullah, më këshilla, ma jep një nasihat, ma jep një këshillë e cila këshilë ka me mbon dobi në dunjoj në ahiret. Ka me mbon dobi në dunjoj në ahiret. Ka me mazbar ftyrën në ditën e gjykimit kur dal para këtë krijesave në mahsher.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha salli salata li waqtiha, tha falë namazin në vaktin e vet, në kohën e vet. Mos e vano namazin, mos e anashkalo kohën e faljes së namazit, dhe mos e asgjëso vlerën e vaktit të namazit, për shkak se ky vakt, sikurse e përmendëm, është i zbrit mbi 7 kaqej nga ana e Xhibrilit alayhis salam. Dhe kjo është mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë direkte me Xhibrilin alayhis salam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve një sahabi e pyeti, tha ja Rasulullah, të tregomi dhe numëromi punë më të mira, më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Tha afdalul a'mali ila Allah taala as-salatu li waqtiha. Tha puna më e vlefshme, më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala është falja e namazit në vaktin e vet, në kohën e vet të caktuar, të cilën e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala mbi 7 kaqej, e jo neve si të na kondët, e jo neve si na vën malet e më mirë. Xhamat, hesni para se me të vërtet jashtë është lakt, a brenda ka bajgje vend. Hajtë ngushtohemi pak, të lëmë hapësirë atimet që janë jashtë. Ne zakonisht i ngucmi ato që janë jashtë, që thejna hajdeni ma ofër neve, e sot ata vetë po vine ne, do me thonë bomi zemërgjon, të lëmë edhe atimve pak vend. Hesni para, hesni se ka vend. E sahabijut, pasi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tregoj se puna më e madhe dhe më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala është falja e namazit në vaktin e vet, ai nuk u ndal me kaq. I tha thumme ja Rasulullah, e çka pas kësaj i dërgumi Allahut? Tha birrul walidain, respektimi i prindërve. Respektimi i prindërve, respektimi i nanës dhe babës. Tha ja Rasulullah, thumme qal el jihadu fi sabilillah, tha me shkun luft për hir të Allahut subhanahu wa taala. Shiqoni, jo rastisht i përmenda këta, jo rastisht i përmenda gjitha këta, nga se na fort mirë e dim vlerën e respektimit të prindërve, edhe gjithë na si musliman mundohemi që mi respektu ata, mi nderu, edhe që na këtë derë të xhenetit që i kemi qelë, ta shfrytëzojmë deri në maksimum, sepse e dim fort mirë na si kanë thonë dietarët, derisa njeri i ka gjallë prindërit e vet, e ka një derë të xhenetit qelt, veç a don me hi. Respektoj prindërit ki hin xhenet, dera qel është. Si ki respektu, s'ke dasht me hi vlla jam. E pastaj ne shpesher anashkalojmë dhe themi se lufta për hir të Allahut, në xhihad me shkue, vlera e madhe, sevap i madh, a ka ana tjetër? E harrem me fal namazin në vaktin e vet. Vjen namazi, shkon namazi, ne folmi për xhihadin. Vjen namazi, shkon namazi, ne folmi për sadakan, ne folmi për zeqatin. A hini namazi, dul koha. Ne ala mendojmë se ja vlen me fol për ndonjë ibadet tjetër. Sa që dietarët e mëhershëm, të cilët kanë qenë devotshëm, të cilët kanë qenë dijshëm, dhe kur e lexojsha këtë temë, edhe mora e lexojsha mendimet e mëdhëbeve për këtë mesele. Vallahi, prej te Ebu Hanifi Allahu e mëshiroft, deri te Imam Ahmedi Allahu e mëshiroft, që të gjithë, asnjëri prej timve nuk lishin asnjë fararallëki që me vanu namazin nga vakti i vet. Asnjëri. Thash bile ta gjej njëri prej timve i cili thotë se nëse ki do një punë shumë të madhe ban me lon. Asnjëri vallahi, s'po thë kjo ashtu. Të gjithë ishin kategorik se lonja e namazit, me dal namazin nga vakti i vet, po tha me lon namazin, mos me fal, jo. Po tha me lon vaktin e namazit, sikur se drekën ta falesh në 6, a dreka e ka vaktin pin 1 deri në 4 momentalisht. Kanë thonë me fal namazin jashtë vaktit vet, kanë thonë se është min ekberil kebairi, nga gjunahet më të mëdha tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall thot rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salat. Këshirni çka thot për muslimanët. Këshirni çka thot për besimtarët. Këshirni çka thot për burrat e vërtet. Edhe këtu s'ka ardhur mu'minun apo muslimun me thon Allahu azza wa jall, po ka thon burra.
Burra janë ata të cilët nga falja e namazit dhe nga përmendja e Allahut nuk i largon tijaratun. La tulhihim tijaratun, nuk i largon tijaret. Edhe në komentin e këtij ajetit kanë thonë tijareti i cili është larg. Wala bay'un an dhikrillah, e as shitblerje, e cila shitblerje vjen me shumë pare. An dhikrillahi ta'ala wa iqamis salat. Nuk i largon besimtarët e vërtet nga përmendja e Allahut dhe falja e namazit. As tregtia e largët e as shitblerja që është afër shtëpisë. Kto është përmend tijaret edhe bej që me tregu se tijareti zakonisht konsiderohet kur bot jashtë shtetit, e shitblerja konsiderohet kur bot në shtetin tanë. Pra ta dini se tijaret kur përmendet Kur'an është për qëllim tijareti lartë. Sikur se shtash këto tregtarët e tonë shkojnë në Kinë bëjnë tijaret atje. Ama shitblerja dhe zhverishën e bëjnë Shkup me atë mallin e Kinës. Për shembull, po tham apo kudo që është, ajo do të thotë momentalisht. Besimtari kur ta mendoj këtë, kur t'i sheh shpërblimet e mëdha tek Allahu subhanahu wa taala, se puna më e madhe dhe më e dashur tek Allahu azza wa jall është që me fal namazin në vaktin e vet. Besimtari i cili e kupton këtë mirë, e shnosh, prej si thire e zoni, ai këtë punë të dunjos, i mshen. Ju vënon ka pak, pse si thote muezini, Allahu Akbar, a thire e zoni, vënoj ka pak dunjos, vënoj atë qeksin dyqonit, lene punëtorin, banja qarën, shko, fale namazin, është qast i cili ti thirë, qka të thot? Hayya lel falah, hajde shpëto të thot, hajde shpëto, shpëton nga këqijat e dunjas dhe nga dënimi i ahiretit. Këtë thot muezini kur thot hayya lel falah, hajde shpëtoni. Pra shpëto me faljen e namazit në vaktin e vet dhe fitoj shpërblimin e madh të Allahut subhanahu wa taala, të përgatit për namazlit të cilët e falen namazin në vaktin e vet. O xhamati i ndershëm, o ju besimtar, o ju namazli, të cilët namazin e dojni dhe respektojni, mos ja lejojni shejtanit që të na mashrojë që namazin ta falim jashtë vaktit të vet. E në fund e përmendi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot, hadithi i përmendur në Sahihun Imam Muslimit, men nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dhakaraha. Sot kan e zë xhumi apo e haron ndonjë namaz, sot ne ta falë namazin kur ti del xhumi apo kur ti kujtohet. Atëherë ka vaktin e vet. Të ka zonë xhumi namaz drekës, ka dal xhumi në ora 3, 4, 5. Mos e lën falën e namazit. Fale drekën edhe pse ai vaktosh, sepse ti të ka zonë xhumi, edhe ki arsye tek Allahu azza wa jall. Ti e ke bo alarmin, i ke thon familjes theron, i ke thon shokut trazon, ama që s'keni. Fale namazin kur të kujtohet, kur të dalë xhumi, apo ke dalë në dyqan, ke dalë në punën tënde, je habit. Dunjo, mishteri, shumë, ajo kjo të ka dalë prej mendve falja namazit. Sa të kujtohet në atë qast, në atë sekund, më njëherë shko fale, mos ty ka me falë kaza masjacije, ke gabu, më njëherë fale, sepse ti se kilon me qëllim, po të ka dalë prej mendve, apo të ka zonë xhumi. Lusë Allahun azza wa jall që gjithë neve të na bëj prej namazlive të cilët namazin e falen në vaktin e vet, që të gjithë neve të na bëj prej atyre të cilët mundohen që ta fitojnë shpërblimin e madh të faljes së namazit në vaktin e vet. Lusë Allahun azza wa jall që gjithë besimtar t'i ruaj, t'i bëj si qel, t'i bëj namazli hakikat, dhe që të gjithë neve së bashku të na pranojnë namazin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ndoshta u bona i tepër, por hecni para. Hecni para mush në xhami. Gushtoheni pak. Gushtohemi pak që të lëmë vend për ata që janë jashtë.